Nga mund ta presim ne një lloj sulmi, domethënë si jemi të rrezikuar, të ekspozuar? Të gjitha drejtimet jemi të ekspozuar. Kam përshtypjen që disa analistë përjashtojnë mundësinë e goditjes direkte, por në aspektin e sulmeve toksore u dha deklaratë nga ambasada amerikane, u përgjigjëstruar nga qeveria, po tash qeveria të konkurrojë shërbimet inteligjente perëndimore nuk më duket se i kemi këto kapacitete. Kujtojmë rastin e Izraelit, nga shërbimet inteligjente të huaja u dha rasti për një rrezik të mundshëm terrorist. Kështu që në këtë kuadër, për sa kohë shërbimet inteligjente tuaja konsiderohen me risk, situata për mendimin tim është me risk pa dashur të përhap panik. Edhe pikërisht këtë vatër, shkaktarët mundshme të riskut, edhe për shkak se ata janë, ose edhe për shkak të rekrutimeve të atyre, për të përdorur, unë e konsideroj, kjo ishte forma e konsideroj rrezik potencial. Prandaj thash që në këtë situatë që është hapur konflikti me Irakun, ata do të kenë shumë të kufizuara daljet dhe të jenë shumë të kontrolluar. Dhe themi ta krahasoj kështu negativisht është ky krahasim, si kohën e të internuarve në kohën e diktaturës. Dilin me listë, me apel, kur dilin, kur largoheshin, kur vinin. Pra ky protokoll tjetë shqiptar dhe jo tjetë në monitorimin atyre. Pra nëse ka atje një mini post, nuk e di, më duket se ka, atje duhet të ketë trupa speciale këtë kohë që t'i mbajnë në kontroll. Po pra, për çfarë formash rreziku flasim? Për episode, për shembull, del një kamikaze aty edhe skena, domethënë unë dua të di... Rreziku brendshëm është rrezik... Forma jo klasike, domethënë, si jemi të ekspozuar? Po për shembull ata... Në alarmin që lëshoi ambasada amerikane, thuaj shmangni vendet publike... Shmangje për ndonjë bombësh ose për ndonjë akt terrorist kështu lokal, kjo të letë kuptosh në deklaratën që jep ambasada amerikane. Por keni parasysh, si thash, njerëz të kualifikuar, nëse e mbani mend që këto biberin të filluan të ju shpërthejnë njerëzve sepse ju çonin një virus edhe plase. Pra kemi të bëjmë me njerëz të kualifikuar edhe në nivele elektronike tash. Unë s'di se çfarë mund të prodhojë mendja e tyre, po i konsideroj rrezik potencial. Fakti pse janë kundërshtar të atyre që janë, pra mund të vijë një sulm nga ata, toksor ose aerorin pak a shumë për shkak distancës është folur dhe që jo ka kapacitete, s'ka, e kap se kap, jo lehtësohet bomba, domethënë kalon disa bariera për të eliminuar. E përjashton domethënë këtë. Por ne rreziku bëm që atëherë për hakerimin. Në që konventa ka një pikë që kur sulmohesh nga një vend dhe atëherë pavarësisht se u minimizua. Ne ishim në rrezik potencial atëherë dhe Irani i kishte shumë të lira duart, nuk kishte Amerikën në përkëmbë. Tash ata s'din ku janë vetë për të vërtetë, janë në çorditje totale. Krahër po i vriten. Shërbimi inteligjent i Mosadit po i vret me kokra, këtej po i sulmon, po ndërkohë ata po reagojnë fuqishëm, kështu që nuk janë situatë, kam përshtypjen që të merren me ne tani çdo gjë ndodh, edhe pa qenë situata e Iranit, i sulmi i mundshëm nuk është Shqipëria kështu në kuptimin profesional, kështu një shtet hermetik kështu profesional. Jemi kështu si kulles makaronash, droga hyn këtë del ajo, e kupton, kështu që si që në droga mund të edhe bomba dhe tritoli dhe tjetër. Kemi vite që s'ka vetë kilogram drogë në durë, kështu që nuk është se kemi kështu siguri maksimale. Siguri ka Shqipëria në planin horizontal, qytetarët dalin të lirë, gjitha nuk grabite nuk bëhen, pastaj nëse hyn thellë ka fenomene që janë vërtet problematike. Po, kur më thua gjatë gjithë kohës që ata kanë kapacitetet larta, janë shumë të përgatitur. E kanë treguar. Jo, dakord. Atëherë i bie që kemi të bëjmë thjesht me rrezik kibernetik. Se gjë tjetër nuk kanë muskuj për... Nuk ka shumë muskuj a pundesh. Armë jo, kështu që vetëm aty te kompjuteri... Armë jo të thash për nga distanca. Nuk do shumë muskuj. Flas për kampin në Manzë. Qartë. Kështu që vetëm kompjuterin kanë ata. Ai kompjuteri nuk është pak. Më thënë, po saj për të përdhuar një bombë kështu për të shkaktuar një panik, nuk është as pak e vështirë. Kam thënë dhe disa herë, për s'dua ta them unë e bëj pa pikë problemit. Është një tranzistor qelës, do një zile telefoni, kaq.
ai tranzistori, domethënë shërben zila telefoni, shërben për hapjen e tranzistorit, mbyll qarkun e shpërthen bombën. Publikisht se do të bëjnë ofertë? Jo, më s'kam se më bëjnë se sy në thesun për ato punë, po që e kam fjalën që mund t'ja u them, kam pas një rast që shikoj një bombë të dyshuar, duket me mbi emrin Çiçiku pranë ambasadës amerikane dhe edhe për faktin se unë jam inxhinier elektrik, profesioni im i parë, pastaj jam specializuar në Akademi të Rendit për kriminalizëm dhe këtë kam ndjekur, po që nuk është e vështirë mendoni kur kam parë një bombë artizanale, ishte me biberin, jo me kartë celulare. Pra zilja e biberit nuk e di, e keni ide, biberin janë këto, ka pas Ministria e Brendshme, pastaj janë thënë që dhe ajo është më vështirë për të zbuluar, domethënë për thjesht sepse dërgohet me valë dhe biberin shërben dhe si çelës. Ishte një detonator i zakonshëm, një bateri. Detonatori ishte ngulur tek eksplozivi dhe biberin ishte çelës. Në momentin që i çoi zilen, biberin mbyllte qarkun edhe për shpërthimi. Kështu që keni parasysh kaq thjesht se thash llogaritni se çfarë sofistikim mund të arrit. Unë nuk kam se para panik dhe nuk është se dyshoj nga ata, por problemi është që ata do të jenë në monitorim të plot për të dyja kajet. Edhe për kaun, se mos ju vjen një gjë nga jashtë që për sa kohë morën për sipër, por kjo është te keqja më e vogël.